Në New York, shtëpia prestigjioze e ankandeve Sotheby's do të nxjerrë në shitje një nga veprat më ikonike dhe provokuese të artit bashkohor, tualetin prej arit 18 karatësh të artistit italian Maurizio Cattelan, të titulluar Amerika, e krijuar tërësisht në ar dhe me peshë mbi 101 kg. Kjo vepër unike pritet të tërheqë vëmendjen e koleksionistëve më të mëdhenj të botës. Çmimi fillestar do të përcaktohet nga kursi i arit në ditën e ankandit, më 18 nëntor, ndërsa aktualisht vlera e saj përllogaritet rreth $10 milion amerikan. Vepra do të ofrohet me një çmim fillestar të barabartë me peshën e saj në ar. Është një qasje e pazakontë, por që ilustron në mënyrë brillante interesin e Cattelanit për të sfiduar dallimin mes vlerës materiale dhe asaj artistike, theksoi David Galperin, zëvendës kryetar i Sotheby's. Tualeti Amerika u bë i famshëm në vitet 2016-2017, kur u ekspozua në Muzeun Guggenheim të New Yorkut si një objekt plotësisht funksional. Një koment ironik mbi pasurinë, luksin dhe kontrastet shoqërore të kohës sonë. Cattelan gjithmonë ka shtrirë kufitja e artit bashkohor. Ai provokon, nxit debat dhe fton reflektim mbi realitetin global. Amerika është shembulli më i qartë i kësaj fuqie artistike, shtoi Galperin. Interesi për këtë vepër u ringjall edhe në vitin 2019, kur një version tjetër i saj u vodh nga pallati Blenheim në Mbretërinë e Bashkuar, dhe nuk u gjet më. Tashmë, në ankand do të ofrohet i vetmi ekzemplar i mbetur, një simbol i artit sfidues dhe i absurditetit të pasurisë bashkohore.